Kur një person ka komplekse shpëtimtari, ai nuk ndihmon vetëm nga dashuria, por sepse ndihma e bën të ndihet i vlefshëm. Në thellësi ai person beson se nëse shpëtoj të tjerët, unë do të kam vlerë. Kështu tërhiqet nga njerëz që kanë drama, dhimbje apo probleme që kërkojnë rregullim. Ai jep edhe kur askush nuk i ka kërkuar ndihmë. Harron kufit e vet, merr përgjegjësi për emocionet e tjerëve dhe kur tjerët nuk ndryshojnë, atë ndjen boshllëk, zhgënim dhe lodhje. Por e vërteta është kjo, nuk je këtu për t'i shpëtuar të gjithë. Je këtu për ta shpëtuar veten nga nevoja për me shpëtuar të tjerët. Kur ti shëron këtë pjesë, dashuria jote bëhet e lirë. E dhuron pa prit, jep pa hub veten, sepse shpëtimtari i vërtet është ai që kthehet.